Së pari, një luftë e tretë botërore është shumë e pamundur në këtë pikë të kohës. Në shoqërinë tonë globale, kufijtë janë më të paqartë se kurrë, dhe ekonomitë kryesore të botës nuk kanë qenë kurrë kaq të ndërvarura dhe të ndërthurura sa janë sot. Vetëm rreziku i një lufte bërthamore e bën një konflikt global shumë të pamundur. Por çfarë nëse në kundërshtim me çdo probabilitet, lufta e tretë botërore do të shpërthente sot? Një çast jemi ulur në tryezë duke darkuar me familjen, duke diskutuar për videon më të fundit. Çastin tjetër, lajmi më arrin në çdo kanal të mundshëm. Ka shpërthyer lufta e tretë botërore. Edhe pse është e pamundur të parashikohet konstelacioni specifik të palëve të përfshira, është më së shumti e mundshme që SBA-ja, Kina dhe Rusia, si vendet më të fuqishme në botë, të jenë të përfshira. Një skenar i mundshëm. Në Kinë, Xi Jinping ngjitet në podium dhe me një shikim serioz në kamer shpall luftën ndaj SBA-s. Arsyeja, ndërhyrja ushtarake amerikane në konfliktin midis Koresë së Veriut dhe Koresë së Jugut. Rusia nën Putinin dhe disa vende në lindjen e mesme po bashkojnë forcat me Kinën nën pretekste të ndryshme. Donald Trump, nga ana tjetër, njofton në Washington se Shtetet e Bashkuara nuk do të hezitojnë të mbrojnë demokracinë dhe botën e lirë perëndimore nga Kina dhe i bën thirrje botës perëndimore të vinë në ndihmë të saj. Thirret aleanca e NATO-s, por jashtë aleancës, shumica e vendeve evropiane, si dhe Japonia, India dhe Australia, i shpalin luftë Rusisë dhe Kinës. Nuk dihet se si do të luftohej një luftë e tretë botërore. Një luftë me armë bërthamore me shumë gjasa do ta hidhte qytetërimin tonë në humner. Fuqitë e mëdha bërthamore zotrojnë bomba si bomba e vitit 1961. Fuqia e saj shpërthyese ishte e barabartë me rreth 50 milion ton TNT. Po të ishte hedhur mbi Paris, i gjithë qyteti, përfshirë edhe periferit, do të ishte shkatruar plotësisht. Nëse kokbomba të këtij lloji ose më të vogla do të përdorej gjerësisht, shkalla e shkatrimit do të ishte pothuajse e paimagjinueshme. Por edhe pa armë bërthamore, një luftë e tretë botërore mund të ishte shkatruese. Do të përdorej teknologjia moderne e armëve. Sistemet e armëve autonome. Shtrëngata dronësh me inteligjencë artificiale që mund të vrasin në mënyrë selektive, arma lazer të sakta në anijet luftarake, sulme kibernetike ndaj infrastrukturës dhe ushtrisë. Pas shpërthimit të luftës, shtrëngata dronësh ruse sulmoi një bazë ushtarake amerikane në Gjermani. Praktikisht të gjithë ushtarët në Ramstein bien viktima të sulmit. Në të njëjtën kohë, hakerit do të paralizonin rrjetin elektrik, bankat dhe transportin. Do të përhapnin propagandë dhe do të manipulonin popullsinë. Akter privat si Blackwater Academy ose aktivistët gjithashtu mund të ndërhyjnë. Në Gjermani do të shpallej gjendja e mbrojtjes. Proceset politike do të pezulloheshin. Ligjet do të miratoheshin me procedurë të përshpejtuar dhe qeverisë do t'i jepej më shumë hapësirë manovre. Kompanitë mund të detyrohen të furnizojnë forcat e armatosura. Ushqimi do të racionohej. Qytetarët mund të ekspropriohen ose të zhvendosen. Burrat të moshës 18 deri në 60 vjeç mund të mobilizohen. Gratë e moshës 18 deri në 55 vjeç mund të detyrohen të kryejnë shërbim civil. Nëse lufta e tretë botërore do të shpërthente sot dhe Shqipëria do të sulmohej, a do të ndalte jeta jone e përditshme ashtu si e njohim? Zhurma helikopteri në veshët tanë, propagandë kudo në internet, tufa dronësh mbi Tiranë dhe ditë pa energji elektrike. Ushqimi do të racionohej, të plagosurit do të kujdeseshin, miqtë tuaj do të ishin në vijën e parë të luftës, të merr kudo. Në çdo rast, një luftë e tillë do të shkaktonte një numër të paimagjinueshëm viktimash, mes tyre fëmijë të panumërt. Popullatat e kombeve të prekur do të vuajnë një traumë të tmerrshme dhe gjithmonë ekziston rreziku që në mes të një lufte mizore, armët bërthamore ose armët biologjike të pakontrollueshme të përdoren në fund. Shpresojmë që kurrë të mos arrijë deri aty. Ne gjithmonë shpresojmë që keni shijuar këtë video. Nëse po, ju lutemi jepni një like dhe mos harroni të na shkruani në komentet se çfarë mendoni për këtë temë.